raporti i tyre është kryetema e mediave roz, po flasin për lidhjen e Gjestit me Egli Takon. Së fundmi, Gjesti në një intervistë ka vendosur të flasë hapur për raportin me Eglin. Na duhet të theksojmë se Gjesti zgjodhi të jetë sinqert, duke përshkruar situatën si një lidhje me ulëngritje dhe duke u shprehur se janë të dy të zënë me punë. E kemi një lloj marrëdhënie, kanë herë po ndahem, kanë herë po ndreqem, edhe na i kemi punën tona, por e kuptojnë ngarkesën. I pyetur me cilin këngë do të përshëndeste Eglin, ai zgjodhi këngën e shkuar e harruar, por përveç titullit, ai zgjodhi edhe një frazë tjetër: "I kënaqur jam ditën kur të kam njoft", duke shoqëruar deklaratën e tij me një buzëqeshje. Dhe me këtë, ai la të kuptohet se dyshja janë ende të bashkuar, por edhe në një farë mënyre, duke i futur fansat e tyre në një qorë sokak se nuk dinë se çfarë të besojnë. Përveç jetës personale, Gjesi u shpreh se është duke punuar në projekte të reja muzikore që pritet të publikohen së shpejti dhe natyrisht që do të përqafohen menjëherë nga publiku shqiptar, por jo vetëm.